Shqipëria është gati për të mirëpritur, për të ofruar dhe ndërtuar një ekosistem rreth nevojave të investitorëve dhe gati për të lidhur njerëzit, bizneset dhe ambicjet. Ky ishte mesazhi i kryeministrit Edi Rama drejtuar investitorëve në forumin Matchmaker Albania. Kryeministri theksoi se turizmi dhe bujqësia kanë shumë për të ofruar dhe janë sektorë që po zhvillohen me shpejtësi. Shqipëria është tashmë një vend ku po ndodhin disa prej ndryshimeve më të mëdha, jo vetëm në kuptimin e shifrave, por në kuptimin e një portofoli shumë të larmishëm mundësish, që shkon nga turistët individual, cilëve ju pëlqen të humbin në majat e maleve, te grupet e mëdha të turistëve që duan të vinë të eksplorojnë kryeqytetin ton, bregdetin ton, luginat, liçenet, bujqësinë, agroturizmin ton e kështu me radhë. Kështu që ky është vendi. Bujqësia inteligjente, që shfaqet a duket ende si një fushë sfiduese, por ku po ndodhin shumë gjëra, e ku shumë produkte prodhuar në Shqipëri po zhvillohen me shpejtësi mjaft të madhe. Prodhimet shqiptare tani më mbrin në tryezat e rreth 100 vendeve në mbar botën, dhe ne besojmë fort se objektivi ynë për t'i çuar eksportet e këtij vendi të vogël në 1 miliard euro është brenda mundësisë tonë. Po ashtu inovacioni dhe energjia u konsideruan si sektor me potenciale të larta investimi. Jemi mjaft vetëdijshëm që digitalizimi për ne përfaqëson bekim si për shumë vende që janë në zhvillim, sepse është një mundësi unike për të kapërcyer përpara dhe për të mbyllur brenda një kohe shumë të shkurtër hendeqe historike. Ne me shumë krenari po diversifikojmë portofolin e prodhimit të energjisë dhe në mënyrë të qëndrueshme po ecim drejt objektivit të madh, ambicioz të sovranitetit të plot. Ndërsa drejturesha e Agjencisë Shqiptare për Zhvillimin e Investimeve AIDA, Laura Saro, theksoi se ky është momenti i duhur për të vepruar, pasi Shqipëria nuk ofron thjesht mundësi, por partneritet.